Të nderuar miq të Veriu Sport, po është mbyllur supersfida Vllaznia Dinamo, gjysmëfinalja e Kupës së Shqipërisë e dyta, ndeshja kthimit. Dinamo fiton 1-0 me golin shënuar nga Devi Bregu. Kam këtu pranë Faruk Sedinin, një veteran të kollos si klubi Dinamo Levite, por edhe ekipi tonë kombëtar, por në një farë mënyrë edhe dashamirë si futbollit shkodran. Shpesh keni shprehur nëpër intervistat tuaja, por sot po largoni nga Shkodra me fitore, dukeni kampi Dinamo Levite duket i gëzuar. Unë do të thoshe që ne kemi marrë me sportin, apo kemi luajtur futboll, pavarësisht nga dëshirat, ne na pëlqen futbolli i bukur. Kështu që duke marrë parasysh që ekipi Vllaznis apo Shkodra historikisht ka luajtur një futboll të bukur, ne duhet jemi objektiv për sa i përket traditës vet. Po të referohemi ndeshjes sotme, që ishte një pikë kulminante. Besoj që ai sa pati mundësi Dinamo e shfrytëzoi. Ndeshja ishte 50-50. Duke marrë parasysh një fushë komode, fushë shumë e mirë, spektatorëve, dashamirë të futbollit, nuk kishte eksese. Dhe mund ta fitonte Dinamo, mund ta fitonte edhe Shkodra. Por kishte një specifik sot. Ekipi shkodran harroi që mund të hante. Aty e besoj në një kevgulje për gol kundër shkupi i Bregut të Pik. Sigurisht. Edhe aty ajo e psoj. Edhe besoj që dhe Dinamo e kishin ndërtuar lojën, si thush me kontrasulmin apo qa mund vjedhte në tojnës, apo e them në zhargonin popullor. Edhe ashtu ndodhi. Që Shkodra shkoi me atë që 100% ne do ta fitojmë. Në futbolli asnjëherë nuk ka 100%, edhe harrojmë mrapa. Përfundimisht ky rezultat i drejtë sipas Faruk Sedinit? Unë do të thosha që si u shkellu ngjarja, mund të ishte edhe për barazim, por edhe çik dhe dëshira ime që të fitonte Dinamo, mendoj që ishte i drejtë. Dhe kjo fitore e Dinamos dhe kualifikimin finale vjen në një moment shumë të rëndësishëm kur ka luhatje për 4-shën e parë. Po, Dinamo kjo përveç se Dinamo e çoi në finalet të Kupës, i dha dhe një trampolin shumë bukur për të futur në finalen e Kaçës, si themi ne. Pasi ka të bëjë shumë edhe ana psikologjike në këto 4-5 ndeshje të fundit që kanë ngel. Kështu që Dinamo në ndeshjen e radhës, si të shkojnë në Vlorë, shkon si thuash me një besim të një natyre tjetër, që hynë shkon dhe si finaliste e Kupës. Kështu që kjo i shërbeu Dinamos edhe për kampionatin, se jo dhe për të marrë. Dinamo si jep optimizëm për vazhdimsinë e sezonit, qoftë për finalin e Kupës, por edhe për kampionatin, por Vllaznin sa dëmton, kjo humje për vazhdimsinë dhe sidomos për ditën e hënë ku ka një supersfidë në Elbasan në transfer. Them, nuk e di se sa do ta riparojnë psikologjikisht, do të jenë fort, po them që kjo do ndikoj shumë për ekipin Vllaznis psikologjikisht në ndeshjen që ka të radhës me Elbasanin. Elbasani është një ekip shumë i fortë fushën e vet. Edhe mendoj që Shkodra do të gjejë diçka e goditur. Puna është sa do tjetë ta riabilitoj, ta psikologjikisht ta duroj. Uroj që ta kaloj këtë, por të vështirë do ta kese. Do të përsëri me Dinamo në finale, me Ignatien, besoni në fitoren e Dinamos në finale? Unë mendoj që të dy ekipe dhe Ignatia, si puna e ekipit në Shkodrës, janë ekipe që luajnë futboll, edhe kam shumë konsiderat për ekipin e Ignatiës që luajnë futboll. Do jetë një futboll i hapur, edhe ajo do të jetë një ndeshje 50-50. Gjithmonë unë dëshira ime është që fitoj Dinamo, po 50-50 është. Kam shpresë që Dinamo do ta fitoj. Ishim me Faruk Sedinin, futbollistin legjend të Dinamos dhe ekipit tonë kombëtar. Më pas ndeshjes Vllaznia Dinamo, faleminderit Faruk. Faleminderit për ju, ju uroj suksese. Edhe si gjithmonë jenë ndër gazetarët shumë simpatik, edhe dashamirët të futbollit. Për nga rastit të shpreh një mirënjohje, dalë jashtë konturit të gazetarit sportiv për konsideratën dhe respektin që keni treguar ndaj djalit tim Antonio Marko në kohën kur luante me Dinamon kur ishte në shkollë. Unë konsideratët i kam për gjitha e kam merituar dhe e kam marrë vetë në djesën e vetë. Unë s'kam dhënë asgjë përveç se hapur. Respekti, shumë respekti për Faruk Sedinin. Edhe ju uroj